Duhet të diskutojmë tot luftën e tretë botërore me investitorët, Po? sepse ata duan të dinë a i qëndrojmë planit për datën 8 shkurt 2026? 8 shkurt 2026. Do që ka Pritani, sot jemi 4 shkurt 2026. Sot janë prishur, sot iranianët janë tërhequr nga bisedimet me amerikanët, pra nuk kanë më bisedime. Okej. Dhe para një ore kanë kaluar në gatishmëri totale të plot. Amerikanët kanë filluar të lëvizin në aeroplan base që kanë çuar 1400 kilometra, kanë filluar të afrojnë. Pra drejt asaj. Po? Dhe normalisht që brenda atyre 3-4 ditëve pritet të sulmojnë. Po, Epstein nuk e dinte që iranianët do të ishin nga bisedimet. Prit, ja ta them, sepse thot subjekti, ja ta them se pse e dinte apo nuk e dinte, sepse thot subjekti i saj thot. Në email, po. Subjekti thot, Prit, 8 shkurt 2026, shumë interesant. potencialisht investim ëngjëll, opsioni në klapa nukleare. Ati më thuaj që se dinte për Iranin. Pra, e shef si e përdor ta informacion. Mbaron traktati. Dhe që sot mbaron New Starti, mbaron dhe traktati për armët bërthamore mes Shqipërisë, nesër dhe Rusisë. Pëlqasin në armët bërthamore se mbaron traktati. Domethënë, ai Jo se mbaron traktati, ka lidhje me traktatin. Kjo është Ka lidhje me traktatin fare. përpara traktatit. Kjo ka lidhje me ato Për që 3 po orë ndodh mbaron sot. afati, pra. Në orën 12 Nuk është natës. traktati, s'ka të bëjë me ato. Traktati ka të bëjë me proliferimin e armëve bërthamore, për ata mund të shtojnë koka, mund të heqin koka, ajo s'ka të bëjë. Pra nuk do thotë që të përdorimi, se nuk ka traktate që ndalon përdorimin e armëve bërthamore, se cili mund ta përdori, nuk është ai ndonjë problem.